Dhe pse kanë kaluar në një pallat të ri pas shkatërimit të apartamenteve të tyre nga tërmeti 26 nëntori 2019, banorët e një pallati të rindërtuar në lagje me numër 17 në Durrës po përballen me problematika serioze infrastrukturore që po ju vështirësojnë jetën në komunitet. Sipas tyre, objekti është dorëzuar dhe ka përfunduar përfundimisht, por sistemi i kanaleve të ujrave të zeza vazhdon të mbetet shqetësim për ta. Ujrat e zeza dalin në sipërfaqe shpesh, duke u përhapur afër godinës dhe krijuar kështu një rrezik veçanërisht në ditët e nxehta që janë tashmë prezente. Por më tepër, mungesa e një rruge të rregullt në hyrje të pallatit i bën banorët në vështirësi. Na shpremtuar kushte më të mira pas tërmetit, por po jetojmë këtu çdo ditë me frikën se era e keqe mund të bëhet shkak për hapjen e epidemive, thanë banorët jashtë kamerave. Banorët kërkojnë ndërhyrjet e menjëhershme nga autoritetet për të përfunduar infrastrukturën përreth pallatit dhe për të garantuar kushtet të jetesës së denja. Deri më tani, reagime nga bashkia apo institucione përgjithëse kanë munguar, ndërkohë që shqetësimi i banorëve po shtohet ditë a ditës.